Atëherë luaj, qysh do këtë roli jatë pra në serialin Musja me shkolla, më nëshme nga shpjegu pak për neve? Mirë kitë, mirë o konë, unë me këtonë qiken, kom lujtë kush e ka bebe ma të mirë. Tani, jam shty tani, e kina po në fund, nja, tani të kojtë se thejke, kam unë e bebe ma të mirë, e kam bebe ma të mirë. O shtë shumë unë me këtonë, kush e ka bebe ma të mirë, a one a kë, a one a kë. Me Lianën, apo? Po. Liana, apë nga të regon ti pak për rolin, edhe pas taj kësha dosht me po qëtë performancën kush e ka beben ma të mirë, nëse... Okej. Unë e kam rolin motra e Valbonës, që po më pëlqen shumë, rolin që e kam, edhe... A duket interesant me kun motra e Valbonës serial? Se për një mesh këgja një fa roli kështu që zhjet nashta me këtë role tjera dhe të bjen kështu këgja me kune përfshime. Se është pjesa e preferume gjatë gjirimeve të ta? Pjesa e preferume u kanë ku valideti mu më ka banë nervos shumë edhe unë i ku më thonë ose që ka tonare. Atë bën nervos kështu valideti edhe në një reale? Ka herë. A pe bujna atë qatë farë skemën, kush e ka beben ma të mirë? Njeri në kanë të lujtë. Okej, fillon një qështane. Okej, në kanë të lujtë qështa, edhe unë ja këmisë. Ta shte kirane. Qysh? Haha, unë e kam bebe ma të mirë. Jo, se shatë se e marrën beben edhe ma të mirë. Jo, motra jem ka më bo një bebe shumë vogël e shumë të mirë. Jo, se shatë si ka flok të bardhat. Jo, motra jem ka më bo një bebe shumë të mirë e të vogël. Ma të mirë se tonën. Jo, as ma të mirë s'ka me bo. Ej, shumë bukur ke kjo, Tani kë ka fillu me qajtë.